Keks Kosova ka kontaktuar me ish-bashkëshortin e 39 vjeçares me qëllim për ta marrë anën tjetër të historisë së ish-çiftit. Kjo për faktin se një fëmijë ka vjet që nuk e ka takuar nënën e tij. Po ashtu për ta pyetur edhe për akuzat që ish-gruaja ka bërë ndaj tij për dhunën që sipas saj ka ushtruar dhe për zënjen nga Italia duke ndarë nga djali i saj. 42 vjeçari e ka kërcënuar gazetaren duke i thënë se do të ketë probleme serioze nëse transmetohet emisioni. Jam tu e trajtu temën lidhur me raportet bashkëshortore që i keni pas me ish-gruan, ku në mes e keni një djalë. Ajo ka raportu të ne lidhur me një rast që e keni pas dhe si pasoj ju e keni kidnapu djalin, nuk po e lejoni me po djalin. Kështu që na po kena qef që edhe juve mja marrë verzionin e juj me ditë se çka është konë puna. A i keni kry punë të kredi që ato? Qysh po menon? Po menoj a i ke kry punë kredi të që ato? Të familja jeme? Po, kum shku të familja jote. Po, a i ke kry të punët, dhe qëto? Po s'po të kuptoj qëfar punë je të thonë, a i ke kry punë. Po të thamë, a i ke kry punët, dhe qëto ti? Nuk jam të kuptu i nderuam. Unë po të thamë, a i ke kry punët dhe të familja jeme me ardhë? Po në momenti kur një person të ne raporton për një rast, atëherë na shkojmë edhe te personi tjetër të cilin e përmend për me e marrë verzionin e tij apo saj. Ej, veç të lutna, heq u për kësoj teme. Albo? Pse? Të lutna mu hek për kësoj teme, sa në kovëna. Po pse? Çka është vonë? Çka është problemi? Po të pamën e ty, të lutna mu hek për kësoj teme. Edhe nëse e publikon në sen, dhije si kime pas probleme. Çfarë probleme ka me pas i nderuam? A i të më kërcnu? Jo, veç po të kallëzeja. Po dhe, që ke i bjen kërcnem, çfarë probleme ka me pasun? Me fjalët më fyese ndaj gazetares dhe ish-gruas, ai ka vazhduar sharjet madje, duke ja kërcënuar edhe familjet e tyre. Ej, edhe ajo si të ka qu ty të one, mas pori dhe të shkën dhe të vetë bobën e vetë, edhe vllaznin e vetë, tani dhe të shkën të one. Indrum, qëfar probleme unë e ka me pas në këtë rast? A? Qëfar probleme unë ka me pas në këtë rast? Unë po të kallëzoj. Po si tu më kallëzoj qëfar probleme? A? Si tu më kallëzoj qëfar probleme? Mos më shtim me fula, se zatë jetëm na. Po qëfar probleme ka me pas? Po unë po të thamë, mos më them telefonë, mos më pëngës e do më të mina unë ty edhe familjesa. Angove? Indrum, që kjo bisedë është e gjërume? Ke qama a unë gjërune aso. Edhe emisioni ka me u transmitu? Hajtë se për ta jatë në. Ditë më parë, Keks Kosova ka qenë edhe të shtëpia e familjes së 42 vjeçarit AG në Laush të Skënderajt, ku është takuar me babain e tij. Ai ka mohuar problemet mes ish-çiftit, si dhe akuzat se 39 vjeçaria është sjellë në Kosovë me dhunë. Ne jem shku të ai djalli tjetër, këna nejtja 2 net aty, erë nga kalzoj ai tjetër djalli, Allah ta ishin Prishtinë me vete. Ja dhe kur shku, më tha po dojnë, po të me qitë në aeroplanë, me shku për Kosovë, se baba edhe vllave kanë thirrë që bim na qikën në Kosovë. A ti s'mujte me morë vesh pse me qunë Kosova? Po nuk mujta se isha taj tjetëri. Kur shkova, ta ishin kanë prish me ta se bre, Allah e drejtër me ta veç me kohë, se mu ka dhinë, më dhëmë si djalli se aja, s'kem qa bon. A vrejti për shambull naj problem që pa në qatë moment, kur e futët në vetur, se aja thot që ish bire edhe Qëre, ka shtin kërë? Jo veç një, se unë i thash atina djallit, të masi kisha atu, a mu unë thash veç djallin mësë ma qëtë mi po, se po tut na, njerëz për mërzit të rrugë, në e farsmuje, se u mërzit të fort. Ja dhe thë valloj, se na ishën më të kjerën tjetër, kur valloj tha balë tha edhe djalli me ta hajc, qa me bu, u mërzit, se puna djalli, se pas për të si shangosht, po djalli isha rëzik. Kur e posh, atë dul për i kjerit, dul kiton, u tha shtërin kjerë se s'musha, po aja dul fort mirë. Shkuna zoj,
Sukuna mos me pas kur gjë. Edhe më hiqi sukuna mos me pas unë kur gjë. Atë çash mirë që dule foli tha. Edhe djali shkoi me atjetrin djalë shkuan atje, na morëm në pronën për kush. Me kërë, edhe kur që A u mërzit ka ju gjatë rrugës, a keni punë e se? Vallaj, gjatë vetë që e këm vetë, apo mund është me nejtë. Se sen vetë nuk e kam, asë më ka vetë mirë, në ven kafe në lutë, e djali e në dorë këna pi, hajde për da kafe, ata bim tha jo, sen tjetër, sen jo. Djalin a e ke pyet, çfarë probleme kanë pas? Po e qëra ata problemet e vetë atash që pëndodhin, nuk muna e kalëzën, që me full. Sipas tij, Ishnusja nuk është interesuar të takojë nipin. Do më thonë, djali me nonën e vetë u pa veç një herë. Veç një herë. E herat tjera, a ka dosht? Këhera kur se ka thirë nona vetë, as se ka thirë në telefon, as ka thirë për mi po. Veç atë verës kur konë pushim, sëllë muje konë nuk t'i Allah, nuk është atër që po i kanë pushimet, që atëherë në të herë ka thirë mi po nuk u shku djali. Atë për dëtën herë nuk do është. Unë ku menu që 2 herë ko, po si shko veç një herë i shko këshpo. Atë ka folë me nëndë vetë. Kur të takon, valoja e ka më takue, kur të kërkër, kur dënë, se nëllë kërkosh. As djali ëtë se nëllë? Se nëllë, ja, më taku, e më ne, as ka shonës me nëllë.